nuk, si me thënë, i di detajet e takimeve që ka pas Kryeministri Kurti me deputetët nga radhët e partive që përfaqësojnë komunitetin një shumicë në Kosovë, që janë zgjedhur deputet kuvendit. Ajo që ka unë e vlerësoj është që ne me zonjën Emilia Regjepi, zëvendës kryeministrën, kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë gjatë kësaj qeverisje, gjatë këtij mandati, vazhdojmë të kemi bashkëpunim shumë të mirë. Po ashtu me zonjën Balje, Duda Balje, kemi qenë, domethënë, në partneritet. Ka pas raste kur nuk i ka votuar. Kjo u tha, vetë komunikim me zonën Balje, u tha të ketë shkaktuar problem tek deputet tjerë cilët kanë qenë më besnik dhe më bashkëpunues me ju. Nuk kam informacione nëse ka ndodhur diçka e tillë, pra ndoshta vetëm ka qenë kështu lajm në media, por nuk besoj që ka pasur ndonjë të vërtetë. Okej, ajo çfarë ishte interesante në seancën e kaluar, sot keni qenë pak më të kujdesshëm në ato komunikimet me telefon. Gazetarët ju kanë regjistruar, jo juve personalisht, por shumë kolegë tuaj. Shembull ishte zoti Elbert Krasniqi, ministri në detyrë dhe deputeti i zgjedhur, kishte folur aty me një person me emrin AK. AK, nuk e di nëse është kryeministri Kurti, këtë nuk mund ta verifikojmë. Alban Krasniqi, për shembull. A ka mundër me Alban Krasniqi të bëj? E bre, kushtrim AK. Pse po mendon, për shembull, AK është Albin Kurti. Apo kupton, çat ndodh Albin Kurti. Ka qenë Alban Krasniqi? Veç ma se po thua AK, po më kujtu. Po AK është kuat, aty te WhatsApp-i i ti. Se kjo që nga interesante. Po i tash me boj interpretime ma shumë. Jo, diska je duke thonë ti. Nuk e kam lexu komunikimet. Nuk i kam lexu. Shembull përmend 5 votat listës serbe që mund të jenë. E këtë e ka përmend, tash më falni se për një me nga njëherë në emisione për shkak të shumë thashë themeve, shumë gjërave, edhe ka pak humor, ndoshta na ndihmon. Por në këtë pikë e kam dëgjuar zëvendës kryeministrën Gërvalla për plan që ka përmendur një plan që ndonjë prej deputetëve të listës serbe të votoj për kryeparlamentarin apo për qeverinë, vetëm për të dukur që ka koalicion apo marrëveshje me listën serbe. E them me përgjithësinë e plot që as nuk kemi pasur komunikim me ta, as nuk kemi e as nuk do të kemi. Po çka nëse dalin ata ju votojnë? Ne mendojmë që ata s'mund t'i ndalojë askush që t'i votojnë. Po nuk ka marrëveshje me këta. Do të thonë, nëse ata e bëjnë, është qëllimi me na dëmtu. Do të thonë, nëse e bëjnë, është qëllimi hapur me na dëmtu. Dhe ka plan, nëse ndodh kjo, tamam, ka plan të strukturuar qysh me na dëmtu në këtë drejtim. E mjaftueshme ju edhe ata vinë dhe votat e listës serbe fare. Unë mendoj që është gabim fatal që KQZ-ja ka certifikuar listën serbe. Po, për këtë është dashur ju të ndërmerrni një iniciativë, zonja Axhiu, t'i drejtojnë gjykatave, gjykatat ta. E kemi penguar. Antarët tanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e kanë kundërshtuar certifikimin e listës serbe. Dhe antarët tanë nuk e kanë, domethënë, e kanë dërguar, tani ka qenë vendimi i BZAP-it, ka qenë Gjykata Supreme, kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pastaj vendimet e tyre i ka marrë si të mirë qena, por aty në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është dashur të insistohet fuqishëm që ky subjekt mos certifikohet. Është gabim, sepse lista serbe